Në futbollin kosovar po zhvillohet Zhegrova e ri. Bëhet fjalë për sulmuesin e talentuar që është pjesë e Arberisë Dobrajes Drin Zhegroven, i cili ditë më parë ka nënshkruar kontratë profesionale me klubin e Superligës. Dhe falë paraqitjeve mbreslense me grup moshat e reja, është ftuar nga kryetrajneri Arbnor Morina për t'u inkuadruar në skuadrën e parë. Po, në karrierën si futbollist kom fillu qysh moshë të vogël, moshë 10 vjeçare. Kom fillu te grup moshat e reja te klubi KF Arberisë. Pastaj gradualisht në moshën kur kam qenë U17, kom kontaktu trajnerin tim që kam personal Mirko Martin. Kom stërvit me të më shumë se një vit e gjys. Pastaj prapë jam rikthy bashkë me trajnerin e U19 të klubit KF Arberia. Dhe ndeshjet e para që kam zhvillu me klubin e Arberisë, në ndeshjet e para kam rënë në sy me thonë të klubit të kryesisë Arberisë dhe kam marrë ftesën dhe kam fillu me ekipin e parë të klubit KF Arberia. Drini, që është i afër me yllin e Bazelit dhe të kombëtarës së Kosovës Edon Zhegroven, thotë se synon të ndjek hapat e tij. Po, unë jam i lumtur që mbaj mbiemrin e njëjtë si Edon Zhegrova. Unë e dua ato si futbollist shumë edhe çdo ndeshje kombëtare që ai ka luajtur dhe ndeshjen e klubin e tij e kam përcjellur shumë dhe gjithmonë ka qenë dëshira ime të bëhem si ai. Jemi të afërm si me Edonin, po nuk kemi pasur ndonjëherë kontakt, por gjithmonë Edonin e kam përkrahur si në lojtë e kombëtarës dhe si në lojtë e ekipit të tij. Zhegrova synon që një ditë luaj për kombëtarën e Kosovës dhe të jetë pjesë e ndonjë klubi tenjor evropian. Po, si çdo futbollist, synimet e mia janë të luaj në klubet më të mëdha në Evropë, por mendimin e trajnerëve të klubit Arbnor Morina dhe mendimin e trajnerit tim personal Mirko Martin besoj që do t'ja arri. Besoj me përkushtimin dhe punën që do të vazhdoj e vijem. Besoj që shumë shpejt do të tentoj dhe do pres ftesën nga kombëtarja e Kosovës të luaj për kombëtarën e Kosovës. Edhe trajneri zvicran që punon me Drinin, Mirko Martin, thotë se futbollisti nga Lipjani ka një talent të jashtëzakonshëm dhe se me punë mund të arrijë shumë. Drini është një talent i mirë. Ai ka potencial për të pasur një të ardhme të suksesshme në Europë. Ka fizik të mirë dhe është rrugës të kalojë në ndonjë klub evropian. Jam i lumtur me punën e tij. Drini beson se me ndihmën e menaxherit të tij Xhat Sahitit dhe të familjes, të arrijë suksese dhe në një të ardhme të afërt të kalojë në ndonjë klub evropian.